أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falëndërimet dhe lavdërimet gjithnjë I takojnë Zotit të Madhreshëm, krijuesit të gjithësisë, sunduesit në këtë botën e botën tjetër. Atë falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe mbështetje kërkojmë. Përshëndetet, salavatet, selamet tona të përzemërta në këtë ditë të bekuar nga ky vend, nga thellësia e zemrave tona ja përcjell me mësuesit ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyre të cilët e pasuan dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën kur takohen me Allahun xhalla xhelal. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, sot me lejen e Zotit të Madhreshëm do të ndalemi te porosia e dytë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën porosi na I përcjelli njëri prej shokëve të tij që quhet Ebu Huraira, dhe tha se kam dëgjuar Resulullahin duke thënë se shpërndane paqen, përshëndetuni mirë mes veti, ushqeni të varfërit, mbani lidhet familjare dhe natën falni ka njëherë namaz, sepse ata që falin natën namaz të qetë do të kanë me hyrë në xhennet. E sot jemi te porosia e dytë, që ka të bëjë me urdhrin, me porosin, me atë se njeriu në jetën e kësaj bote duhet me qenë bamirës. Të mirat që ja ka dhënë Zoti I Madhreshëm në pasuri duhet me I nda me tjerë. Sepse njeri vëllezër nuk bëhet I madh vetë sa merr për shoqënisë, po njeri bëhet I madh sa I ka dhënë shoqërisë. Dhe kjo rregull është shumë e rëndësishme me kuptuar si musliman. Nuk është I madh ai I cili është pasuru ka marrë për shoqërisë, por I madh është ai I cili jep shoqërisë. E dini vëllezër që për çdo ditë vdesin milionera, edhe kërkush si avde emnin. E dim se si avde emnin kërkush? Se kërkush si kanë bë mirë. Thjesht 365 ditë në vit vdesin, se di se numër I madh I milionerave në baza ditore vdesin. Kërkush si avde emnin. Sepse nuk ka njeri që I ma men që ka bën nerë dikujna, ata dikujna. Pra nuk janë të mëdhaj, nuk je I madh sa ke marrë për shoqërisë, po I madh je sa I ke dhënë shoqërisë. E pejgamberi alayhisalam po thotë se ushqeni njerëzit, ndani të mirat bashkë me tjerë. Jepju, ndaje të mirën me ata që jeton, tu fillu prej familjes, fisit, farefisit dhe popullit në përgjithësi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka besuar personi I cili flan I qetë, a kojshia I tij, dikush prej fisit, prej familjes tij, thot nuk flan për urisë. Thot s'ka besuar Allah Zotin, ai cili flan e lën dikan mos me fjet për shkak të varfrisë. Pra njeriu vëllezër është qenie shpirtërore, nuk është veç materiale, veç egoiste. Njeri du të më zhvillu me pas ndjenja, me pas mëshirë, me pas rahmet, dhe mos më mashtru në këtë botë me menu se pse je I pasur është rezultati mendjes tane ose I fuqies tane. E kemi dhanë dhe kjo rregull vlen vëllezër. Vallahi, po t'ishte pasuria me mençuri, shumë njerëz që janë të pasur I kishin pa të varfër, por që kanë mençuri me bon pasuria ata. Po pasuria është risk për Zotit Madhreshëm. Allahu ka thonë Kur'an, yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allahu është ai I cili jep risk me shumicë ku na do e ku na do me pakicë.
Pra Allahu nëse je pasunik, ai të ka zgjedh, ka ndëru me atë pasuri, për pasuria është sprovë në dorën tane. E ti si njeri dush me ba të pamundurën që në hiset anë të pasuri me pas hisjat e studentat, edhe nxënësat, edhe të varfrit, edhe skamnort, edhe të smut e shumë radhë. Me ba shprehi me dhamë për kësaj dunjaje vëllezër. E po na porosit pejgamberi alayhis salam dhe po na thot, jepni ushqeni të varfrit në mënyra të ndryshme. Vëllezër, në atë kohë kur ka zbrit ajetin Kur'an jepni dhe kur ka fol pejgamberi alayhis salam, aty u kon pyetje jeta për një gjysmë sahani grun. Edhe Allahu xhallahu ala ka ba farz me dhanë edhe qatë pjesë të grunit për me bo millë. Na sot ndoshta nuk po flasi për gjysmë sahanit millit, sepse qëllimi bamirësisë është mja realizu qëllimin të varfrit, mi dhanë diçka që i ban dobi ati. Ne nuk po thejmi tash merreni një sahan millë dhe dilna për mahall, ose një thes millë dhe dilna për mahall shpërndaj millin. Po bunësh në vend kësajna me bo diçka që i shërben atina. I shërben studentit, një burs, një muj, një qira, një libër, një semestër. I shërben të varfrit kur ti thu tanë vitin më s'ki dert. Por çdo muj të vinë kaq kilogram millë në shpet, sa antar, sa mundesh me. Ose kaq vaj, ose kaq ku diçka. E di pse vëllezër po diskutojmë këtë tema, sepse më men, dhe unë po flas publikisht dhe këto çështje ngjizohen. Nuk më men historia e njerëzimit që ka me pas njerëz që s'kan me jetu në varfëri. Nuk ka kur, mos mendon dikush që ka me arë në i kohë dhe njerëzit kanë me pas krejt barabar. Nuk ka mundësi mos provu shoqëria pa till njerëz. Qysh ka mos provu shoqëria me njerëz pa dishëm? Kur mos prit me arë në i kohë më kanë këtë dishëm? S'mund me arë. Por këtë arsye obligohen të pasurit me zgjat me shtrin dorën. Edhe me jetu në ndershëm. Dhe për këtë arsye obligohen të dishmit me zbrit nivel të popullit dhe me bisedu me njerëz dhe me orientu njerëz në rrugën e drejtë. Pra gjithmonë ka me pas sfida dhe sprova në këtë botë. Gjithmonë këna mos provu me kategori të ndryshme të njerëzve. Për këtë arsye gjithmonë bamirësia është cilësi e njerëzve. Ja sot për shembull në shekullin 21 vëllezër, për shkak të padrejtësive të mëdha që njerëzit bajnë në botë, mia njerëz, fëmijë të vegjël prej moshës 1 ditore deri në 3 vjet vdesin në ditë. Për shkak të padrejtësive që i bajnë të mëdhajt. Për shkak të padrejtësive që i bën dikush ndaj dikujna. Allahu ka çu boll në këtë dunja. A e dini vëllezër që kjo tokë sipas statistikave ka bereqet për 100 miliard njerëz? Ka, sepse Allahu ka kriju me bollik. Po kush po i tut njerëz, po i thot s'na vyn ky numër i madh njerëzve se pa kohë të risk. Po thujnë ata që se kanë besu Zotin dhe ata që nuk e din që Allahu xhallahu ala ka ligje tjera në këtë dunja. Edhe ata krijojnë pastaj kriza të ndryshme, edhe varfrojnë popull dhe njerëz ku me diçka. Çuditë shkanin shka dëgjon. Por këtë arsye bamirësia është cilësi e njerëzve të mirë vëllezër. Bamirësia tregon se sa je i shoqërueshëm dhe sa ki dëmshuri për shoqërinë ku jeton ti dhe unë dhe ai tjetri. Në ku kemi fjalën këtu për shkak të kohës, përmes bamirësisë njeriu i arrin 3 qëllime. E para, afrohet te Zoti i Madhreshëm. Nuk ka vepër më të mirë që afrohesh te Zoti se sa bamirësia. Vallahi, çfarë shpërblimi kanë bamirësat në ahiret, kanë më çudit ata që s'kan dhënë, kur ti shohin se çfarë shpërblimi kanë te Zoti i Madhreshëm. E dini vëllezër të dashur se në urë të Siratit, para se me dalë te ura Siratit,
në tokën e mahsherit, ku është situata më e vështirë për cilën kanë me kalu njerëzit. Ka disa njerëz që qatë temperaturë të madhe, dikush që ushqen, nuk shifët dora njerëzve, shifët që po pinë ujë dhe po fladiten. Edhe pyesin njerëz, kush pi ushqen këta? Pastaj thret një meleke dhe thot, po ju ushqen Zoti i Madhërisëm, sepse këta i kanë ushqyer njerëzit sa kanë qenë gjallë në jetën e bote. Këta kanë bërë bamirësi, e Allahu ja ka ruajtur këtë emanet. Pra për shkak të bamirësisë që ka bën jetën e kësaj bote, Zoti i Madhërisëm ja ruan të mirat. Edhe është problem në krizën më të madhe të mundshme. Afrohet te Zoti, te Allahu xhallahu ala, sepse vëllezër, krejtat pasurish që shfrytëzojmë këtë dunja, s'kena me gjetë në ahiret. Kena me gjetë në ahiret veç ata që kena dhënë. Kur dalmi në urë të siratit, këta ato shifra që kanë me kanë barë për neve. Se do të më arshitu para Rabbul Alaminit. A që ata që kemi dhënë kemi të sigurt. Kena me gjetë e Zoti i Madhërisëm. Veç ata që kena dhënë. Që transmetu një ditë për ditëve një shembull alegorik për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i thot gruaja vet, ja Rasulullah, thot, krejt, thot, këtë farë kurbanin që e prejtëm se ishte bajram, tha e kena dhënë, s'kena lanë kur gjanë për ashtim që saj copet vogël shka për hati. A i di shka i tha Rasulullah, krejt kena me gjetë, Allahu a qëta shanit a unë s'kena me gjetë. Kush ja ka lanë Allahu të ndorë, sa në ta i komi gjetë. Allahu ka thonë Kur'an në ruja manetin fort, e veprat e tona janë emanet në dorën Allahu xhallahu ala. Pra afrohesh te Zoti i Madhërisëm me bamirësi. Vallahi s'na ka hije me jetu jetë luksi nëse në rrethin tonë, shoqërinë tonë kemi njerëz që kanë nevojë për ndihmën tonë. Pra afrohesh te Zoti i Madhërisëm. E dyta, vëllezër, përmes bamirësisë ti e dëshmon se ti ki vlerë më shumë se pasuria. Pasuria nuk të udhëheq ty, po ti udhëheq pasurinë. Pasuria nuk të udhëheq ty, po ti udhëheq pasurinë. Njeri duhet me pas vlerë më shumë se pasuria. E kur ka njeri vlerë më shumë se pasuria? Kur e menaxhon edhe jep dhe sidhimet. A kur bëhet rob i pasurisë, kjo jep me kuptu se ky s'ka vlerë më shumë se sa çaj pasuri që ka. Ndërkohë kemi fjalën këtu vëllezër, sepse histori e gjatë. O transmetu me njënin prej udhëhecëve, thot në ditë për ditëve, sepse Kurani flet kësi terma me histori të gjata. Edhe njëni prej pasunikëve të mëdhaj që ka regjistruar Kurani, në ditë për ditëve jep urdhër dhe thot, e du mishin më të mirë të keq krijesave që janë në territorin ku sundoj une. Ta është du të më bë kahrësh pushtëria, mja gjetë një kaprallë, një kujdi qka e kujdi qka. Thot se du me bë një gostit madhe, edhe thot aty me marë pjesë vetëm ka ta zgjedi unë, edhe me mbyll dyrë të fort, mos me lanë me tërkit kur gjanë. Edhe histori e gatë, ja bin mishnat, kujdi qka i thirë njerës, pasurit madhe, ushtrit madhe. Allahu Gjelle wa Ala e qënë me laqën e vdekjes në formë të njerit, edhe të roket në derë. Dalin ushtria, thot e din që sot nuk ka njerit gjallë që guxon me inë palat. More thot nëse s'ka njeri kërkun që si në palat unë ka me inë sot. Thot po thuj mretit në del të dera ka, për me poshtërsu. Roja thot, a e din kush o mreti? A e din çfarë ditë o sot? A e din thot që as shpend najrë së më të rojnë sot? Ki thot, unë nuk e di çfarë ligje keni ju, ama unë jo ligje tjera. Thot, ai ka mu pa me mu sot edhe s'ka zgjidhje tjetër. Bile thot, sa të vanosh të fol me mu, sekonda qkojnë. Bandë, zbandë,
Edhe i shkojnë njani ka dalë mretë të omret, një i varfër thot ka ardhë, nuk të heket dhe për dyrve pa taku. Thot qysh hini më rana këtu, thot nuk e ti. Edhe tha nëse së mlenë hi une, po përdu me hi ndryshe. Edhe shkon, thot okej, pe takoj pra kush on ky, dhe mreti e shef si ban për shtypje. Thot kush je ti, thot që ma prish mu gëzimin. Thot unë jam mret, ku e ti qka. Ky thot sot unë jam i cili kejtë të të mira shajki ka më ti përfundu. Krejt qka i ki të mirat, thot i ti 1 minutat prap. Edhe dikur thot po kush jeti që me 1 minutat prap. Thot unë jam qaja që më ka kriju Allahu për mision. Në 100 sekondit unë reagoj. Edhe nëse a këtë njerëzimi me janë, thot unë jam me laqë avdekjes. E i thot këj mreti me laqës tash, qka po donë ti, lëp, a mu në shty e gjelin. Edhe pse thot kjo anë që të formë, thot o ti mret, Allahu ka mujtë me më qu që jam kriju, pa më pati hiq. E me të nëzirë shpirtin, pa e pa ka po t'jen. Thot po Allahu më ka qu sot më të kalëzu tyje, më të poshtërsu para njerëzve. Sepse ti ke vendos një kriter, i ke shpall luft Zotit, ke mendu që i pa prekshëm. E për më kalëzu atë në që vinë mas teje, se s'ka të pa më poshtën këtë dunja, unë e ka marrë që të formë që po më shef. Edhe pasaj mreti e leni e manet lezër thot, a një aban thot kur të më vërrosni më malon dorën jashtë. Edhe kur të më vërrosni më ma pru thot pasurin të vori, edhe kur të më vërrosni thot pej venit palatit, delit e vori, më maranit thot ushtrin. I thane pse shapo dohet më tashtë. Tha mi kalzu atyre që mbështeten në ushtri, se ku të vjen vendimi Zotës vlen ushtria për ty. Mi kalzu atyre që mbështeten në pasuri, se ku të vjen momenti me dalë prej kësaj bote, asgjë mos ka vlerë pasuria jote. Dhe mi u tregu njerëzve se na dunja po shoj ka njëri dur thatë. Le ma dorën jashta që të na shofe njerëz se kjo botë pi bashtroj ka njerëz. Vëllezër, tema fjala fjalën se nxerr. Na po flasi për bamirësi. Nuk je i madh pse ki, por je i madh sa jep. Nuk je i madh sa ki pare, po je i madh veç sa jep. Qëtë 1 miliarder që s'ka dhonë kur paren publik, edhe një njëri thjesht që ka dhonë, që s'ka pare shumë, pasuri po ka dhonë, edhe thuj njerëzve të cilit banë përshtypje ma shumë. Kanë me shku të kysha i ka dhonë. Se njerit du të mja njoft vlerën njerit, të mirën njerit. Prandaj du të me mësuna dhe me dhanë pasurin për rrugën e Zotit e madrishëm, sepse komu në vgjet nesër kur dalmi para Allahut Gjelle wa Ala. Dhe dhomja pasurisë është falenderim ndaj Zotit të madrishëm për të mirë që e ka dhanë, dhe po e përfundoj këtë ders vëllezër, dashta edhe me falenderu për zemërsisht që sot e kemi prezent në xhami njënin prej sportista më të njohur të kombit shqiptar, është 7 herë kampion bote në kickbox, Mirdi Limani, prej Strugës, jeton dhe vepron në Gjermani, dhe është mik shok i imi dhe dashamiri xhamisë tonë dhe i popullit tonë këtu, dhe sot e kemi musafir, dhe para 2 muje isha musafir në fshatin e tij, ku e ka ndërtu një xhami, po kjo si e jona, po kjo pak më ndryshe sepse e ka ndërtu veç vetë, pa financa të askujt. Dhe është për atyre që shpërndan bursa për studenta e për varfësh me radhë, pse po e përmend një vëllezër, sepse kjo s'ka nevojë për fjalët mia. S'ka nevojë. Klikoni në YouTube e dini, këtë botë një. Po du mi thonë njerëzve që pse i njofmi na pasonikt.
sepse janë afër me popullin. Pse tjerëve s'ja di me emnin? Sepse s'janë afër popullit. Ato që s'janë afër të popullit kanë me ikë pa i njohë popullit. E ato që janë afër popullit, me dorën e vetë, me ndimën e vetë, kom i njohë popullit dhe kom i kujtu popullit dhe kom u lutë për ta deri në ditë kur bashkohemi bashkë me xhenet. Zoti është shpërblet, o selam aleikum.